një javor. Ka një vendim të gjykatës kushtetuese para 3 muajve ku konsideron votim jo kushtetues votimin për bordin e paqes apo për një çështje tjetër. Por Edi Rama kërkon me çdo kusht të tregojë se kushtetuta është një letër e vdekur për te dhe se ky është një sundimtar që nuk ka ligj as moral. Unë sot i shtoj një pyetje edhe Peleshit të tij edhe Ramës. Pse në një akt të parë zhduket nga të gjitha institucionet e vendit, nga parlamenti, qeveria, flamurin e NATO-s. Shqipëria është vend antar i NATO-s. Dhe në qoftë se ka një flamur tjetër që ajo duhet të shfaq, është flamuri i NATO-s, i cili ishte në të gjitha institucionet. Në një akt të parë, në një nga urdhrat më të parë, ai urdhëroi të hiqej flamuri i NATO-s nga të gjitha institucionet. Edi Rama është personi i vetëm në Europën ish komuniste që ka organizuar protesta të egra kundër antarësimit të Shqipërisë në NATO. Dhe tani, i çekuilibruar totalisht, kërkon të dhunoj kushtetutën dhe të paraqitet si flamurtar për plotësimin e fondeve e buxhetit për NATO. E vërteta është që buxheti për NATO sot është 1.3%. Zoti Berisha, a do të merrni 1.3%. Në seancën e votimit në orën 15? Ne nuk votojmë në procedura antikushtetuese në mënyrë absolute. Pra deklaroni bojkotin në seancën e orës 15? Ne jemi edhe njërë. Ne jemi pro kredis dhe shpreh mirënjohje, por ne kërkojmë që kjo kredi, kjo procedurë të bëhet në përputhje me kushtetutën dhe jo qëndrimet vullnetin e lig antikushtetues të Edi Ramës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara ose qeveria e Shteteve të Bashkuara e ka dorëzuar në qeverinë shqiptare këtë marrëveshje muaj më parë. Çka do thot, kjo marrëveshje kaloi në qeveri me datën 20 e sa qershor dhe këta e mbajtën nga 20 e sa qershori për ta sjellë në parlament me 28 korrik, 24 korrik, 24 korrik, më falni, po 24 për ishte weekendi, mes për ta sjellë në parlament dhe për ta kaluar me çdo kusht me procedurë të shpejtuar. Partia Demokratike, grupi parlamentar ofroi propozimin e saj për të ndjekur rregullin kushtetues. Pra, në mënyrë që parlamenti të mblidhet edhe ditën e premte që vjen dhe të votohet në përputhje me kushtetutën. Por deputetet e vakancave, pas e ra dakord Nikoja, sklav, e ke morë vështirë sklav apo jo? Sklav i Belinës, edhe ai, se nuk kanë marrë vetëm ai, ka marrë edhe ky vila aty. Është sklav i Belinës dhe i tjera me radhë. Pra, pasi e pranoi, i thanë jo se ne kemi prenotuar vakancat deputetet e Partisë së Krimit. Kjo është e vërteta u them ju. Zoti Berisha, mund t'jemi të qartë për qëndrimin e opozitës, pra ju do t'jeni prezent apo jo në parlament në orën 15? Tani, qëndrimi i opozitës, a do jetë apo s'do jetë parlament, nuk ka asnjë rëndësi. Rëndësi ka që opozita në absolute nuk do pranoj kur të votoj në procedura antikushtetuese. Janë të faktuara nga gjykata kushtetuese, të faktuara nga kushtetuta.